Askush në restorantin luksoz, Aurum, nuk mund ta imagjinonte se ajo mbrëmje do të përfundonte ndryshe nga çdo natë tjetër. Dritat e buta prej kristali ndriçonin tryezat elegante. Muzika klasike rrithej qet në sfond dhe kamerierët lëviznin me përpikëri mes klientëve të pasur. Ishte një vend ku njerëzit vinin për të treguar statusin, jo dobësinë. Në qendër të sallës, i ulur vetëm në një tavolinë për 2 persona, ishte Leonard Krauss, një nga miliarderët më të njohur në qytet. Kostumi i tij i zi ishte i qepur me porosi. Ora në dorë vlente sa një apartament i zakonshëm dhe prania e tij impononte heshtje. Shumë e njihnin nga revistat financiare, disa nga lajmet, por askush nuk guxonte t'i afrohej pa arsye. Leonardi duke i qetë, por brenda tij fshihej një lodhje e thellë. Paraja nuk i kishte bler paqen. Kishte humbur gruan vite më parë. Djalin nuk e shihte pothuajse kurrë dhe bizneset i kishin mbetur e vetmja shoqëri. Kjo darkë ishte thjesht një përpjekje për të mbushur boshllëkun. Ai bëri shenjë kamerierit. Faturën, ju lutem. Kamerieri buzëqeshi me respekt dhe u largua. Askush nuk dyshonte për asnjë sekond se pagesa do të ishte problem. Kur u kthye, vendosi faturën dhe Leonardi nxori kartën e tij të zezë, atë që zakonisht hapte çdo derë. Kamerieri e kaloi kartën në aparat. BP. E provoi sërish. BP. Buzëqeshja e tij u ngrir. Zëri u bë më i ulët. Më falni, zotëri, karta nuk po pranohet. Leonardi ngriti vetullat, i bezdisur. Është e pamundur. Provoje përsëri. Kamerieri e provoi për herë të tretë. Rezultati ishte i njëjtë. Disa klient pranë filluan të kthenin kokën. Përshpëritjet e lehta u përhapën si valë të padukshme. 1 miliarder me kartë të refuzuar. Ndoshta ka një problem teknik, tha kamerieri, tashmë i skuqur nga sikleti. Leonardi ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej vitesh, turp, jo nga mungesa e parave, por nga fakti që për herë të parë sistemi nuk po i bindej. Në atë moment, nga një cep i restorantit, pranë derës, qëndronte një vajzë e vogël, rreth 9 vjeçe. Ajo kishte rroba të vjetra, flok të lidhur me një fjongo të zbehur, dhe në duar mbante një kuti të vogël kartoni me karamele, që përpiqej t'i shiste klientëve. Shumica e njerëzve e injoronin. Disa e shikonin me bezdi, por ajo kishte parë gjithçka. Pa hezituar, vajza u afrua ngadalë drejt tavolinës së Leonardit. Zhurma në sallë u fashit kur ajo foli me një zë të butë, por të vendosur. Zotëri, nëse doni, unë mund t'ju ndihmoj. Leonardi ngriti kokën i habitur. Sytë e tij u ndeshën me sytë e vajzës të pastër, pa frikë, pa interes. Si mund të më ndihmosh ti? E pyeti ai, jo me ironi, por me kureshtje. Vajza hapi kutinë e kartonit. Brenda kishte disa monedha të vogla dhe pak para të palosura keq. Janë të gjitha kursimet e mia për nënën time, por ju dukeni sikur keni nevojë për to tani. Një heshtje e rëndë ra mbi restorantin. Askush nuk lëvizi, askush nuk foli, dhe në atë çast, diçka brenda Leonard Krauss u thye. Leonard Krauss nuk lëvizi për disa sekonda. Sytë e tij mbetën të ngulitur te kutia e vogël e kartonit, jo për shkak të parave brenda saj, por për peshën e sakrificës që ato përfaqësonin. Ato nuk ishin thjesht monedha, ishin shpresë, ishin bukë, ishin ilaçe për një nënë të sëmurë. Jo, voglushe, tha ai më në fund, me një zë më të butë se kur. Këto janë për familjen tënde. Vajza buzëqeshi lehtë, si dikush që e kishte menduar tashmë këtë përgjigje. Nëna më ka mësuar se kur dikush ka nevojë, duhet ta ndihmosh, edhe nëse ke pak. Këto fjalë goditën Leonardi më fort se çdo humbje financiare. Ai, që kishte miliarda, nuk kishte dhënë kurrë gjithçka për dikë tjetër. Gjithmonë kishte dhënë tepricën. Kamerieri qëndronte ende pranë, i pavendosur, ndërsa menaxheri i restorantit po afrohej me hapa të shpejtë. Përshpëritjet ishin shtuar. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti menaxheri, duke parë vajzën me dyshim. Leonardi ngriti dorën. Gjithçka është në rregull, tha ai prerë. Kjo vajzë është mysafirja ime. Menaxheri u shtang. Askush nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë Leonard Krauss të fliste me atë ton mbrojtës për dikë tjetër. Leonardi u përkul drejt vajzës. Si quhesh, e pyeti. Elira, u përgjigj ajo. Dhe pse je këtu, Elira? Nuk duhet të jesh në shkollë në këtë orë. Sytë e vajzës u ulën për një çast. Pas shkollës vi këtu. Babai im ka vdekur. Nëna është e sëmurë. Unë shes karamele që të blejmë ushqim. Një e vërtet e thënë pa lot, pa ankesë. Vetëm fakt.
Leonardi ndjeu një ngërç në kraharor. I kujtoi djalit i tij, i rritur me gjithçka, që ankoi për gjëra të vogla, ndërsa kjo vajzë luftonte për mbjetesë me një buzëqeshje. Sa kushtojnë karamelet, e pyeti ai. Çfarë të doni të jepni, tha ajo sinqerisht. Leonardi nxori portofolin. Brenda kishte karta që nuk funksiononin, por kishte edhe paracash. Një sasi e madhe. Ai nxori disa kartë monedha dhe ja vendosi në dorë vajzës. Elira u përpoq t'ia kthente. Është shumë, zotëri. Jo, tha ai butë. Është shumë pak për atë që ti bëre për mua. Menaxheri u afrua sërish. Zotëri Kraus, problemi ishte nga sistemi. Pagesa juaj tani u pranua. Leonardi as nuk e ktheu kokën. Mirë, tha ai shkurt, por mbajeni mend këtë moment. Ai u kthye nga Elira. Eja, ulu me mua. Do të ham bashk. Një murmurim habie përshkoi restorantin. 1 miliarder që ndante tryezën me një vajzë të varfër. Kjo ishte e paimagjinueshme, por për Leonardin, kjo darkë tashmë kishte një kuptim tjetër, dhe për Elirën, kjo ishte vetëm fillimi. Elira u ul ngadalë në karrigen përballë Leonard Krausit. Këmbët e saj nuk prekën tokën dhe duart i mbante të mbledhura në prehër, sikur të kishte frikë të mos prishte diçka. Restoranti luksoz, që për të tjerët ishte i zakonshëm, për të ishte një botë tjetër. Nuk kam ngrënë kur këtu, tha ajo me zë të ulët. Atëherë sonte është hera e parë, ju përgjigj Leonardi. Dhe jo e fundit. Kamerieri u afrua sërish, kësaj here me një respekt të çuditshëm. Nuk po shërbente më thjesht 1 miliarder, por diçka më të rrallë, një moment njerëzor. Çfarë dëshiron të hash, Elira? Pyeti ai. Vajza hezitoi. Çfarë do, vetëm të mos jetë shumë e shtrenjtë. Leonardi mbylli syt për një çast. Ajo fjali e thjesht tregonte sa shumë ishte mësuar të sakrifikonte. Zgjidh pa frikë, tha ai. Sonte çmimet nuk ekzistojnë. Teksa prisnin ushimin, Leonardi e vështroi vajzën me kujdes. Kishte diçka të ajo që e shqetësonte, një ndjesë njohjeje që nuk po arrinte ta shpjegonte. Sa vjeçë je? E pyeti. 9, u përgjigja ajo. Në dhjetor bëj 10. Leonardi u ngrir. 10 vjeç. Ishte njëjta moshë që kishte djali i tij, kur gjithçka në jetën e tij kishte filluar të shkatërrohej. A të mungon babai? E pyeti pa menduar. Elira uli syt. Çdo ditë, tha ajo, por nëna thot se ai na sheh nga lart. Një nyje ju formua në fyt Leonardit. Ai kishte humbur familjen e tij, jo nga vdekja, por nga zgjedhjet e tij. Ushimi mbërriti. Elira hëngri me ngadalë, sikur donte ta shijonte çdo kafshat. Leonardit nuk i hahej. Ai po ushqej me diçka tjetër, me ndërgjegje. Ku jetoni? E pyeti ai. Në një dhomë të vogël, pranë stacionit të vjetër, tha ajo. Kur bie shi, çatia pikon. Leonardi shtrëngoi grushtin nën tavolinë. Në mendjen e tij, ndërtesat e tij luksoze dhe investimet miliona dollarëshe u dukën papritur të pakuptimta. Po nëna jote, vazhdoi ai. Çfarë sëmundjeje ka? Mjekët thonë se duhet të operohet, tha Elira. Por kushton shumë. Leonardi ndjeu sikur dikush e goditi në kraharor. Ai kishte nënshkruar kontrata me vlerë më të madhe se jeta e kësaj gruaje, pa u menduar 2 herë. Në atë moment, telefoni i tij vibroi. Një mesazh nga banka. Problemi me kartën u zgjidh. Kërkojmë ndjes. Leonardi e mbylli telefonin pa u përgjigjur. Problemi i vërtet nuk ishte karta. Ishte ai vetë. Ai u përkul drejt Elirës. Nëse do të thosha se nesër jeta jote mund të ndryshoj, a do të më besoje? Elira e pa drejte në sy. Nuk e di, tha ajo, por unë besoj tek njerëzit e mirë. Ajo nuk e dinte ende se ato fjalë do ta ndiqnin Leonard Krausin për gjithë jetën, dhe se vendimi që ai do të merrte atë natë, do të trondiste jo vetëm biznesin e tij, por gjithë qytetin. Mbrëmja kishte avancuar dhe restoranti po zbrazej ngadalë. Dritat ishin zbehur, muzika ishte më e qetë, por në tavolinën e Leonard Krausit koha duke sikur kishte ndalur. Ai nuk i hiqte syt nga Elira, sikur të kishte frikë se nëse do të kthente kokën, ajo do të zhduke bashkë me ndjenjën e re që kishte lindur brenda tij. Elira, tha ai më në fund, a do të më çosh nesër te nëna jote? Vajza u shtang. Te shtëpia jon, pyeti ajo, e hutuar. Nuk është vendi i bukur. Leonardi buzëqeshi lehtë. Nuk po kërkoj bukuri, po kërkoj të vërtetën. Elira mendoi për disa sekonda, pastaj tundi kokën. Në rregull, por vetëm për pak.
Kur u ngritëm për t'u larguar, menaxheri ju afrua sërish Leonardit. Zotëri Kraus, tha ai me një ton të kujdesshëm, fatura është e mbuluar. Ishte nder për ne. Leonardi e pa drejtë në sy. Mbajeni mend këtë vajzë, tha, sepse ajo ju mësoi sonte më shumë se çdo klient i pasur. Menaxheri mbeti pa fjalë. Jashtë, ajri i ftohtë i natës i goditi lehtë. Elira shtrëngoi xhaketën e hollë rreth vetes. Pa u menduar, Leonardi hoqi pallton e tij dhe ja hodhi mbi supe. Do të ftohesh, tha ajo. Jam mësuar me të ftohtin, u përgjigj ai. Ti jo. Ajo nuk kundërshtoi. Ishte hera e parë që dikush kujdesej për të në atë mënyrë. Të nesërmen në mëngjes, një makinë e zezë luksoze u ndal pranë një ndërtese të vjetër, me mure të plasaritura. Elira zbriti e para. Ja ku jemi, tha ajo me zë të ulët. Leonardi zbriti pas saj. Çdo hap që bënte në ato shkallë të errta, i dukej më i rënd se çdo shkallë mermeri në zyrat e tij. Dera u hap ngadalë. Një grua e dobët, me fytyrë të zbehtë, u shfaq. Elira, tha ajo e shqetësuar. Kush është ky zotëri? Mami, tha vajza, ai është një mik. Leonardi u përkul lehtë. Jam Leonard Kraus, tha, dhe vajza juaj më shpëtoi mbrëm. Gruaja e pa e habitur, pastaj syt ju mbushën me lot. Brenda, dhoma ishte e vogël, por e pastër. Një shtrat i vjetër, një tavolinë e thjeshtë, disa libra shkollor. Leonardi e ndjeu, sikur po shihte jetën reale për herë të parë. Më falni që vi pa paralajmërim, tha ai, por dua t'ju ndihmoj. Gruaja uli kokën. Nuk kërkoj lëmosh, tha ajo me zë të dridhur. Leonardi u gjunjëzua përballë saj, duke e parë drejt në sy. Asun nuk po ofroj lëmosh, tha. Po ofroj një shans. Një shans që vajza juaj e fitoi me zemrën e saj. Elira e shikonte të dy, pa e kuptuar ende se jeta e saj ishte në prag të një ndryshimi të madh. Dhe Leonard Kraus po përgatitej të merrte një vendim që nuk kishte të bënte me para, por me përgjegjësi. Dhoma ishte e heshtur. Vetëm zhurma e frymarrjes së rënduar të nënës së Elirës dëgjohej lehtë. Leonard Kraus qëndronte në këmbë pranë dritares së vogël, duke parë jashtë ndërtesën e vjetër, sikur po shihte jetën e tij nga një pasqyrë e thyer. Sa kohë keni që jeni sëmur? E pyeti ai butë. 2 vjet, u përgjigj gruaja. Mjekët thanë se operacioni është i domosdoshëm, por i pamundur për ne. Leonardi mbylli syt për një çast. 2 vjet pritje, 2 vjet dhimbje. Dhe ai kishte shpenzuar më shumë para për një darkë biznesi, se sa për të shpëtuar një jetë. Ai u kthye nga Elira. A e di çfarë do të thotë të jesh e guximshme? E pyeti. Vajza mendoi pak. Do të thotë të mos heqësh dorë, tha ajo. Leonardi buzëqeshi. Ishte përgjigja më e saktë që kishte dëgjuar ndonjëherë. Ai nxori telefonin dhe bëri një telefonat të shkurtër. Nuk foli për shuma, nuk foli për kontrata, vetëm për njerëz. Operacioni do të bëhet këtë javë, tha ai, duke mbyllur telefonin. Gjithçka është rregulluar. Nëna e Elirës mbeti pa frym. Zotëri Kraus, unë nuk kam si t'ju falenderoj. Më falenderoni duke u shëruar, tha ai, dhe duke e lënë Elirën të jetë fëmijë. Lotët rëshitën në përfytyrën e vajzës. Ajo u afrua dhe e përqafoi Leonardin fort, pa frikë, pa interes. Ishte përqafimi më i sinqert që ai kishte ndjerë ndonjëherë. Ditët që pasuan ndryshuan gjithçka. Operacioni ishte i suksesshëm. Elira u kthye në shkollë. Dhoma e vogël u zëvendësua me një shtëpi të thjeshtë, por të ngrohtë. Jo pallate, jo luks, vetëm siguri, por ndryshimi më i madh ndodhi te Leonard Kraus. Ai krijoi një fond bamirësie, jo me emrin e tij, por me emrin Elira. Një fond që ndihmonte fëmijët që punonin pas shkollës dhe nënat që luftonin në heshtje. Muaj më vonë, Leonard Kraus u kthye sërish në restorantin Aurum. U ul në të njëjtën tavolinë. Nxori kartën. Kamerieri buzëqeshi nervoz. Mos u shqetësoni, zotëri. Sistemi funksionon. Leonardi buzëqeshi lehtë. Shpresoj, tha ai, por nëse jo tani e di se çfarë ka vërtet vlerë. Në një cep të restorantit, një vajzë e vogël po qeshte me nënën e saj, e shëndetshme, e lumtur. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, miliarderi nuk ndihej më i pasur, por i plot.